Zëri i fortë i gongut u përhap në të gjithë shtëpinë e Big Brother, duke shënuar zyrtarisht fundin e lojës. Ishte ai tingull karakteristik që i bën të gjithë banorët të ndalen për një çast, sikur koha të kishte ngrirë. Pas orësh të gjata përqendrimi, durimi dhe përpjekjeje, loja kishte marrë fund dhe tensioni i akumuluar filloi të shkrijej menjëherë. Banorët filluan të shikonin njëri tjetrin me buzëqeshje dhe me një ndjenjë lehtësimi. Gati 80% e tyre kishin arritur ta përfundonin me sukses sfidën, një shifër që tregonte bashkëpunim dhe përkushtim. Nuk ishte një fitore individuale, por një arritje kolektive që u dha kuptim gjithë lodhjes së kaluar. Disa festuan me përqafime, të tjerë me duar trokitje, ndërsa dikush u ul thjesht për të marrë frym thellë, duke shijuar momentin. Loja kishte qenë e vështirë, por fakti që shumica e banorëve ja dolën e bëri gjithçka më të lehtë për t'u pranuar. Edhe ata që patën vështirësi ndjenin një lloj krenarie, sepse kishin qenë pjesë e diçkaje që kërkonte unitet. Atmosfera në shtëpi u kthye në festive. Zhurma e gongut nuk ishte thjesht një sinjal për mbylljen e lojës, por edhe një kujtesë se kur banorët bashkohen, rezultatet janë të dukshme. Tensionet e vogla, ankesat dhe lodhja u lanë mënjam për disa minuta, duke i hapur vend gëzimit dhe lehtësimit. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm përplasje dhe strategji, por edhe sfida që i bashkojnë banorët. Me fundin e lojës dhe suksesin e shumicës, shtëpia hyri në një fazë të re, me energji më pozitive dhe me ndjenjen se, të paktën për këtë herë, bashkëpunimi kishte fituar. Dolce dhe kushtrimi ju afruan Ludos dhe Hygertës me një energji pozitive, duke i komplimentuar hapur për iniciativën që kishin marrë. Ata vunë re se si të dy kishin qëndruar të qetë dhe të natyrshëm, pa u ankuar as pak për trikon, edhe pse për shumë banorë të tjerë kjo kishte qenë një sfidë e vërtetë. Për Dolcen, kjo tregonte durim dhe karakter. Bravo që nuk ju ka bezdisur, tha Dolce me një buzëqeshje të sinqertë. Ajo e vlerësoi faktin që Ludo dhe Hygerta nuk kishin bërë zhurmë, nuk ishin ankuar dhe nuk e kishin kthyer situatën në dramë. Për të, mënyra si e përballuan këtë iniciativë tregonte pjekuri dhe qetësi, dy cilësi që në atë ambient janë shumë të rralla. Ludo dhe Hygerta u përgjigjen me po të njëjtën qetësi. Ata thanë se për ta nuk ishte ndonjë problem i madh dhe se mund ta mbanin trikon edhe për një muaj pa asnjë shqetësim. Fjalët e tyre nuk u thanë me mburje, por thjesht si një konstatim i natyrshëm, sikur të donin të tregonin se kur je i bindur në atë që bën, gjërat bëhen më të lehta. Kushtrimi, duke i dëgjuar, shtoi se kjo harmoni mes tyre binte në sy. Ai vuri re se Ludo dhe Hygerta shkonin shumë si çift, jo vetëm në mënyrën si dukeshin, por edhe në mënyrën si silleshin dhe komunikonin. Qetësia, mirëkuptimi dhe mbështetja që i jepnin njëri tjetrit i bënte të dalloheshin nga të tjerët. Atmosfera u mbush me energji pozitive dhe respekt të ndërsjellë. Ishte një nga ato momente të rralla në shtëpi ku nuk kishte tension, strategji apo debate, por vetëm vlerësim dhe fjalë të mira. Për Ludos dhe Hygertën, këto komplimente ishin një konfirmim se mënyra e tyre e të qenit po shihej dhe po vlerësohej. Ky moment tregoi se në Big Brother, përtej lojës dhe sfidave, ka edhe hapësirë për mbështetje dhe për të thënë bravo. Dhe ndonjëherë, pikërisht këto fjalë të vogla janë ato që të japin forcë për të vazhduar përpara.